Gazetat që votohen në Tiranë i kanë kushtuar vëmendje buxhetit 2026 dhe raportit të kontrollit të lartë të shtetit në parlament. Kështu Gazeta Telegraf hapet me titullin Legjenda e pensioneve dhe pushtetarët e velur, ndërsa Gazeta Panorama ka si titull kryesor Raporti në kuvend të kontrollit të lartë të shtetit, abuzime masive me tenderat dhe PPP-t, kontrolli i lartë i shtetit, 16 miliard lekë afera në institucione. Gazeta Panorama Sport hapet me titullin Diamarti, Dinamo për titull, Tirana rrezikon rënien. Ndërkohë në një ekskluzive Bogdani thot se botrori mund ta ndryshojë historinë e futbollit shqiptar. Ndërsa Gazeta Dita hapet me titullin 16 miliard afera. Shkeljet në administratën publike duke se kanë kapur majat, edhe pse shumë funksionarë janë në hetim nga SPAK, në ministri, bashkia apo organet e tjera, ka pafund abuzime me tenderët. Në kushtet e një opozite pazargjinsh, klientelist, kontrolli i lartë i shtetit mbetet i vetmi organ i cili ka kurajon të flas drejt për abuzimin në rënjet më të larta.